Kam pas prit atë ditë të kishte një 80 ton ndryshe me protesta realisht, sepse ishte mbushur kupa këtu, në shoqërinë në tërësi, siç është e mbushur akoma, apo derdhet. Pasi pash që nuk reagoi njeri, mendova që është detyrim të reagojmë, më kupton, dhe vendosa. Vendimi ka qenë 30 minuta para se të dilja. Sigurisht fola me bashkëshorten time që kështu kam vendos, po jo më tej. Të thaj që? Po çfarë do thotë, është mësuar me njëri që ka 15 vite aktivist dhe beteja. Ndërkohë për vajzën tuaj, ju ka marrë malli të çoni në shkollë, të jeni me të, ajo si reagon? Po normalisht, kjo është një betejë eksaktësisht për ata. Pra është një betejë që fëmijët e brezit tonë të mos ikin më nga ky vend, domethënë. Unë e kam kaluar gjithë vegjëlinë time duke parë gjyshit e mi se si përcjellnin Dajo, Tezet, Zhawarat jashtë, se si e vuan dhe gjithë familja, dhe kjo është drama e gjithë familjeve shqiptare, domethënë, dhe unë nuk e konceptoj dot që brezi jon të lejoj që dhe fëmijët tanë të ikin emigrim, apo ne të çojmë dhe të ikim pas fëmijëve pastaj, domethënë, kjo është betejë. Ndërkohë ti vërtet e thua që po e bën për të dhe për fëmijët e tjerë dhe për të ardhmen, konkretisht, po e ndjen nga ajo që të kërkon të jesh më prezent, se nuk e di, ka diçka që ty ndoshta edhe të prek momentin që kujton nga edhe kjo distanca, edhe fakti që e shikon që babai nuk është aty, është edhe ajo fillon të kuptojë që është në të ftohtë, të ke ndjer ndonjë gjë nga situata në të cilën ndodhet dhe ajo? Shiko, çdo njeri ka një mënyrë sjellje të caktuar në jetë, në shoqëri, dhe kur ti e ke normalitet betejën, përballjen për publikën, edhe familjes, edhe të afërm, edhe shoqërisë që të rrethon, u vjen si normalitet beteja jote. Nuk është një gjë e cila pritet si e jashtëzakonshme. Është si një normalitet mbi të cilën ti e ke kauzë jetë, lufton. Po ndërkohë të 89 ditë që kanë kaluar, jemi në ditën 90, janë goxha shumë. Ke humbur ndonjë ditëlindje të rëndësishme gjatë kësaj kohe? Kemi bërë, po shesh. Me miqe, me shok, po ndoshta të ndonjë familjari. Tani unë jam jo shumë i vëmendshëm ndaj ditëlindjeve. Mendoj që ditëlindjet festohen deri në moshën 18 vjeç, pastaj kur bëhesh maxhoren duhet me vazhdu me luftu për kauzat e jetës, se jeta është më ashpër se sa jesh feste. Ndërkohë natyrshëm të vjen të pyesësh si e me shëndet, sepse kanë kaluar goxha ditë edhe kushtet e motit nuk është se kanë qenë shumë favorizuese, e pritshme është ne kemi kaluar të gjithë viroza. Me ju çfarë ka ndodhur? Me thënë drejtën, në mënyrë të çuditshme, asnjë nga ne nuk është sëmur. Si duket, edhe vetë kam prit që do ishim më të cënushëm në këtë drejtim. Jo, nuk kemi pas të tilla, edhe unë e kam thënë që në fillim që do të rrim këtu aq sa shoqëria të vijë dhe bashkë të imponojmë qeverinë tranzitore, demokratizimin e vendit, hapjen e garës. Po nëse shoqëria nuk e gjykon, do të rrim aq sa fizikisht ne ta ndjejmë se e përballojmë. Deri tani e kemi përballur, edhe ndaj po e vazhdojmë këtë betejë, edhe po e vazhdojmë me bindjen që po krijojmë një model të ri të bërit rezistencë qytetare, një model proteste që ky vend nuk e kishte parë dhe që mendoj që do t'i jap frutet. Ndërkohë që në momentin e parë që erdha, pash që kishte karrige, kishte njerëz, kishte mjete për të ngrohur, më ofruan kafe, ujë, po ndërkohë nga ana tjetër, nuk e di si ja dilni që të flesh, të ndërrohesh, të jetosh. Po, njeriu mësohet, përshtatet. Sigurisht në fillim ne kishim një kamp këtu, dhe dyshek me ajër e me radhë, pastaj ndërhyrja e policisë në 4 janar ka qenë brutale dhe nuk është lejuar më asnjë gjë, as plasmas, dhe kanë kaluar ditë me shira, me të ftohtë jashtëzakonshëm. Dje mua më kanë sjell nga ekipi edhe vendimin e prokurorisë të fundit. Që ishte? Që e delegjitimon totalisht sjelljen e policisë në raport me mua si Adriatik dhe me kauzën, me të gjithë ne. Sepse në 40 orë pasi këta arrestuan në mënyrë të paligjshme 4 nga protestuesit, të cilat dolën të paligjshme në gjykatë.
edhe procedimi ndaj meje u vendos në prokurori të mos filloj fare, duke arsyetuar prokurori çështjes që e drejta e protestës është një drejtë kushtetuese, një drejtë e arritur edhe në nivel europian, sa i takon Konvencija Europiane e Drejtave të Njeriut dhe Gjykatës Europiane e Drejtave të Njeriut. Dhe në arsyetimin e tij ai thotë që është i kaluar momenti i lejes dhe i nevojës për të pyetur autoritetet për të protestuar, edhe nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese i Republikës së Shqipërisë. E përpasoj ndjenja jon këtu edhe ngritja e tëndave, çadrave, infrastrukturës për të qëndruar, për të protestuar, është e ligjshme. Kështu që ne do vazhdojmë dhe betejë jonë është e pandalshme. Do të ngrëm prap çadra këtu ne. Do me ata do vinë dhunshëm, ata mund ta shkelin ligjin sa të duan, po kjo nuk na bën ne as të trememi, as të ndalemi. Do vijoj të jetë sërish edhe në këtë rast ju e thatë edhe rastin edhe përgjigjen e tyre. Po nga ana tjetër, unë po shikoja edhe komentet në rrjetet sociale, në fakt që nga dita e parë edhe akuzat ndryshe të ngritura për menaxhimin e nevojave tua personale. Po ne kemi një cikël bazik higjiene që ndodh çdo mëngjes me turne, se cili nga ne ka atë 2 orshin e vet që largohet, bën dushin, ndrohet e me radhë, është një cikël. Ndërkohë, jemi para kryeministrisë, ama nga ana tjetër, nuk e di nëse keni pasur ndonjë kërkesë takimi nga zoti Rama? Jo, absolutisht. Personalisht? Absolutisht jo, dhe nuk është se e pres në një takim me atë. Ajo që ne jemi duke kërkuar këtu është ndërgjegjësimi popullor masiv dhe në fakt, po ta shohësh me shumë qetësi, ajo po ndodh. Po edhe ndërkombëtarisht po ndodh. Domethënë Shqipëria deri para disa kohësh ka qenë një vend që kishte krijuar një fasadë edhe ndërkombëtarisht, dhe ne kishim pranuar këtë në kuadër të turizmit, të emrit të mirë, rikuperimit të imazhit të vendit, të gjithë e donim, si më thënë, por jo deri në limitet e një manipulimi politik ndërkombëtar. Pra, okay, është mirë që të ftojmë turistët të vinë, të japim një imazh të mirë të vendit, por nga ana tjetër nuk mund të paraqesim një realitet fiktiv të jetës sociopolitike të vendit. Dhe kjo kishte ndodhur. Tashmë këtu kanë ardhur televizione ndërkombëtare, gazeta ndërkombëtare, këtu ka qenë Deutsche Welle, këtu ka qenë ARD-ja, televizioni shtetëror gjerman, këtu ka qenë Rai Treshi, këtu ka qenë Anadolu News, këtu kanë qenë Reutersi, e me radhë, do me thënë, në nivel ndërkombëtar tashmë fasada po bie, dhe e kam fjalën për fasadën politike. Ky nuk është demokrati që ja paraqet veten botës në perëndim, të cilët zbresin në rinë as vinë, shojnë një falsitet jo real të një kuave në Tiranë, një zhvillimi i cili nuk i përket popullit tonë, i përket një pakicë. Nga ana tjetër, për hir të së vërtetës, një pjesë e medias e ka mbuluar protestin tonë, ndër cilat dhe ju, dhe populata ka marrë dieni